Leku shkon tek leku, miratohet paga prej $1 trilion për Elon Musk te Tesla. Elon Musk do të ketë një pagë me shifër rekord në Tesla rreth $1 trilion. Marrëveshja u aprovua nga 75% e votave të aksionerëve, duke marrë edhe duartrokitje të forta në mbledhjen e përgjithshme të kompanisë Tenten. Musk, i cili është njeriu më i pasur në botë, duhet të risndjeshëm vlerën e kompanisë në treg brenda 10 viteve. Nëse ai arrin këtë dhe përmbush objektiva të ndryshme, do të shpërblehet me qindra milion aksione të reja. Paga e mjaftueshme ka ngjallur kritika, por bordi Tesla tha se Musk mund të largohet nga kompania nëse nuk miratohet dhe nuk duan ta humbasin. Pas njoftimit, Musk u ngjit në skenë në Austin, Texas dhe kërceu ndërsa brohoritej emri i tij. Jemi gati të nisim jo vetëm një kapitull të ri të Tesla, por një libër të ri. Takimet e aksionerëve të tjerë janë përgjumje, por tonat janë të papara. Iheni këtë, është fantastike, tha ai. Objektivat që Musk duhet të arrijë brenda dekadës së ardhshme përfshin rritjen e vlerës së Teslas në treg nga $1.4 trilion në $8.5 trilion. Gjithashtu, ai duhet të hedhë në treg rreth 1 milion mjete robotaksi, ndërsa deklaratat e tij të shenjtes u drejtuan tek roboti Optimus, duke shpërbërë shpresat e disa analistëve që duan që Musk të ringjallë sektorin e makinave elektrike të kompanisë.